Jam shumë e lumtur që i ftuar i radhës është një djalë vetëm 15 vjeç, i cili ka një ëndër të madhe të bëhet kampion bote. Mariel, përshëndetje. Përshëndetje. Të falenderoj që erdha. Ju falenderoj edhe unë ju. Si lindi dashuria jote për boksi dhe kush të shtyu të futesh në ring? Dashuria lindi kur isha i vogël, zihesha shumë ke shkolla, bësha sherrë kështu. Edhe thash të futem njerë në sport që të bëjmë sa më i fortë, që t'i rraf prava këtë. Edhe u futa në sport, mendosha që do i rrafi, do bëjmë kështu sherrëgji. U futa në boks, e mora shumë me qef, mu i parë, mu i dytë, mu i tretë. Boksi është një jetë, patën nuk jetoj dot. Të pëlqen shumë boksi? Po boksi është ëndra ime. Çfarë, ku do të arrish me boksin? Të arrit të bëhem kampion bote. Do të bëhesh? Do Nëse të ti e bëhem. pëlqen vërtet, nëse ti ke vullnet dhe nëse ti nuk jeton dot pa të, patjetër që do të bëhesh. Edhe unë të uroj shumë sukses. Faleminderit. Dua të di cila ka qenë sakrifica më e madhe që ke bërë deri tani për boksin. Sakrifica më e madhe kam bërë shumë gjëra, jam servit në kohët më të këqija të familjes time. Jam servit. Kam lënë edhe shkollën në disa raste. E kisha shumë qef servitje. A ka qenë familja jote dakord për zgjedhjen që ke bërë? Babi po, vëllezërit po, kurse mami jo. Mami thot, çfarë e sport, jo, është sport i dhunshëm. Ndërkohë që mamaja nuk e kupton se ai është. Nuk e kupton, e shef vetëm kur shkojnë në shtëpi, nuk e shef çfarë bëjnë në palestër, ose çfarë është sporti për ne. Sa orë rin në palestër? Palestër bëj 1 orë mëngjes, 1 orë në darkë. Ose bëj edhe vrap. A ke pasur ndonjë moment kur ke menduar ta lësh boksin? Jo, s'ka pas. Asnjëherë s'kam menduar që ta lë. Ëndra nuk lihet. Bravo. Dhe të gjithë bashkëmoshatarët e Marielit që kanë ëndra, të mos i lejnë ëndrat, ashtu siç thot Marieli, sepse do të arrin. Po. Sa vite ke që merresh me boks? Kam 1 vit. 1 vit. Po. Sa rol luan psikologjia në boks krahasuar me forcën fizike? Nuk është gjë forca fizike, do të punosh me tru. Nuk do të përdorësh, nuk është çdo gjë grushti. Vetëm gjush jem, do të punosh me tru. Si e menaxhon frikën apo ankthin para një ndeshje? Them do fitoj edhe do dal jashtë me fitore. Ke fituar? Po. Je më i miri nga të gjithë aty kur bëjmë boks? Një nga më të mirët. Një nga më të Kështu më mirët. thot profesori. Me kë bën ndeshjet, me ato që janë të mirë? Po më të mirë. Po shokët që nuk janë të mirë i ndihmon? Po e ndihmoj shumë. Si Ju them mos e leni boksin, do bëheni dikush, i punoni fort, sidomos kur mungojnë, ju them mos mungoni, hajde në servitje, sepse një ditë është si me lënë një javë boksin. Po mungove një ditë është si ta lësh një javë. Sa afër e ndjen veten me titullin kampion bote? E ndjek e 98%. Sa bukur. Nëse nesër vjen mundësia për titullin botëror, a ndihesh 100% gati? Nga puna që kam bërë me trajnerin tim Luisin, jam gati. Është dhe merita jote, jo vetëm e Luisit. Mos t'ishte ai, zë isha. Por e herë me që jemi të boksi, pasi vazhdove të ushtrosh boks, ke rraf në shok më? Jo, muajin e parë po, muajin e parë. Kurse muajin e dytë vazhdova disiplinë, edhe i shmangsha sherrët. Nuk bën sherre. Jo, nuk bëj. Të kanë më shumë frikë tani që ke nis boksin? Po. Tani nuk bie kush në qafë. Ashtu a? Dhe kjo do të thotë që është ashtu siç tha trajneri, është shumë e mirë për vetbesimin, Po, vetbesimi është. për karakterin. Po. Çfarë i premton vetes nëse bëhesh kampion bote? I premtoj që puna e parë është ndihmoj familjen time, profesorin tim, gjithë njerëzit. Kjo. Në momentin që do fitosh brezin, kujt do të ja dedikosh? Ja dedikoj vetes time, familjes time, profesorit tim dhe gjithë shqiptarëve. Çfarë do të thuash të gjithë atyre që nuk besuan te ti? Do shihemi me kohën. Të shihemi me kohën? Po. Më i fortë se kur? Normal. Janë bërë shokët xheloz? Disa po, disa jo. Po tani me gocat si ka hallet tani që je boksier tani? Mirë. Mirë, a? Po,
nuk fokusohemi shumë ke gozat, fokusohemi më shumë ke servitja, kemi kohë për gozat. Po t'je në kulmin e moshës, Po kemi kohë tash jo. të vinë më shumë tani nga pas gocat Po. që je për boksier. Besoj që po. Jo beson, por po. A je gati të vdesësh në ring për ëndrrën tënde? Po. Është një pyetje shumë por unë me këtë pyetje duhet të kuptoj se sa e dëshiron vërtet ti Po. boksin. Pa e menduar fare. Kampion bote apo legjend, çfarë zgjedh? Nuk i ndaj asnjën. Janë të dyja të njëjta Po. këtu. Mendon se po ti je kampion bote je edhe legjend. Normal. Tani një mesazh për të gjithë bashkëmoshatarët tuaj. Ju që rrini në përcepa pallati, për shembull, që rrini të biti gare, vazhdoni një sport, jo vetëm boxing, kickbox, MMA, futboll, ka shumë lloj sportesh, vazhdoni mos u merrni me sherrre. Bëuni diçka, Në jetë. po. Mund ndihmoni familjen, mos e mërzisni. Besoj se të gjithë nëna do të doni një djalë si ti, je djalë i mrekullueshëm. Dhe të uroj shumë sukses dhe shpresoj të na bësh krenar një ditë se do ja dedikoj fitoren edhe Shqipërisë. Normal. Faleminderit shumë. Ishte kënaqësi. Faleminderit.